Lum ata që do ta shijojnë koncertin dhe mjerë ne që s'kemi bileta. Të theksuam në fillim të emisionit, e thamë që biletat, siç na informuan, janë bler nga një person, duket. Kemi knatësin që ti kemi këta 3 yje sot në skenën operës dhe baletit nacional këtu në Shkup, ku do të mund të ndjekim një ndër koncerte dritorë që me të vërtet lënë gjithmonë bresa brenda të gjithë nesh, sepse Invamula, nëse nuk gabojmë, interpretimin e saj të fundit dhe prezencën e saj të fundit në Maqedoni ka pasur në vitin 2012. Nëse nuk gabojmë për 100 vjetorin, ku unë isha pjesë edhe e korit. Mirë po, ja që sot do të kemi mundësi që të ndjekim edhe 3 solistët. I ndojqëm kështu si kronik, ti pate mundësi që të bësh kronikën atje, por lumë ata një prezentimi shkurt ta shijojnë. Po, nga koncerti që do të mbahet sot. Miq dashur, ne tani po rikthehemi në studio dhe siç e përmendëm, sepse sot e kemi jashtëzakonisht të ngjeshur edhe emisionin e mëngjesit dhe siç e përmendëm sepse do të kemi një historian. Pra sot do të udhtojmë ndër kapituj të kombit ton, do të flasim për historinë shqiptare. Nga periudha para shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë tek përpjekjet titanike tek të gjitha ata rilindasit tanë, të cilët kanë bërë një punë madhështore që po e gëzojmë ne sot. Dhe me ne në studio është historiani Mevludin Sulejmani, i cili do të jep një panoramë të thellë dhe reale të asaj kohe. Mevludin, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në emisionin mëngjesit. Faleminderit. Të flasim, më fal për të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen. Pikëpari faleminderit për ftesën. Dua që gjithë shqiptarëve adhetarë në përbot, nga dritarja juaj informative që uroj festën e madhe të pavarësisë së 28 nëntorit, se këtu shpeshherë bëjmë gabim që i themi festa e flamurit, nuk është festa e flamurit, por festa e pavarësisë kombëtare, sepse ata burra, ata patriotë shqiptarë në Vlorë nuk e shpallën pavarësinë vetëm të kësaj Shqipërie që e kemi sot, por shpallën pavarësinë e gjitha trojeve shqiptare nga zgjedhja osmane. Ose thënia më e bukur që më pëlqen mua, Shqipërisë natyrale. Shqipërisë natyrale, ashtu pra. Shumë e bukur është kjo. Mendoj më bukur tingëllon kështu. Po, ashtu më bukur tingëllon se këtu ka pasur dhe ka shpeshherë tendenca që ta quajnë Shqipëri etnike, që është gabim, ta quajnë Shqipëri e madhe që po ashtu është gabim, dhe më e bukura, siç e thatë edhe ju, është Shqipëria natyrale. Zakonisht në shqiptarët e kemi këtë emocionin që na vjen vetëm për festat e nëntorit, qoftë ajo për ditën e alfabetit, qoftë ajo edhe për pavarësinë, sot me 28 nëntorin. Si zgjojeni ju, sidomos në këto festa, si janë mëngjeset zakonisht, dhe apo bëhet në fakt kremtimi dhe festimi adekuat? Ashtu siç na ka hije. Ashtu siç na ka hije për festat e nëntorit. Mendoj që po, është ditë e mirë 28 nëntori, sepse në ngjall ato ndjenja tona kombëtare, ndaj flamurit, ndaj dheut, ndaj gjuhës tonë, e kështu me radhë. Mendoj që gjeneratat e reja po dinë të bëjnë kremtimin e festave më mirë se sa gjeneratat e kalume që kanë jetuar më herët. Një fjalë mirë për gjeneratat e reja. Një duar trokitje për gjeneratat e reja. Dini të na kritikoni shumë shpesh në gjeneratat e reja, po ja që për festat jemi. Jo, dim, po ne flasim për atë amnezin kolektive si shoqëri, sepse e kemi atë, festojmë vetëm ditët të shënuar dhe të nesërmen harrojmë çdo gjë. Fatkeqësisht. Kjo është fenomeni, sindromi që na përfshin gjithandaj. Por sot do të flasim më shumë për urime dhe të kthehemi të kaluarës. Do bëjmë më të harreshme. Po, do ta bëjmë pak më të harreshme për të rikujtuar edhe të kaluarën tonë, se si arritëm në këtë ditë që ta shijojmë dhe ta gëzojmë shqiptarët gjithandaj kudo që i kemi. Si do ta përshkruani gjendjen e shqiptarëve pak para të kthehemi në retrospektiv, pak para shpalljes së pavarësisë? Çfarë realiteti politik kanë patur, shoqëror, kulturor? Do të kthehemi pak më mbrapa se pak më herët para 28 nëntorit 2012-s. Gjendja e shqiptarëve para shpalljes pavarësisë ka qenë e zymt. Ti kthehemi mbrapa kronologjikisht 1878-s, kur në Kongresin e Berlinit shumica e trojeve shqiptare do të coptohen. Pjesa më e madhe e hapësirës shqiptare do të i takoj ose do të pushtohet prej Serbisë, se ashtu ishin vendimet e Kongresit të Berlinit. Shqiptarët pak para pavarësisë ishin të ndamë në 2 grupe. Një grup mendonte se duhet shpallet autonomia, tu të jemi më qartë autonominë, dhe grupi tjetër i takonte që ende duheshit të qëndrojmë në tutelën e perandorisë osmane. Sepse ideja e pavarësisë tek pjesa e madhe e rilindasve tanë nuk ka ekzistuar, por ka ekzistuar ideja e autonomisë brenda perandorisë otomane. Që të krijoheshin kushtet që
Pasi që të forcohej kjo hapësirë shqiptare, atëherë ne do të merrnim pavarësinë. Pra ishte një proces natyral që e mendonin. Por fillimi I luftave ballkanike e ndryshoi rrjedhën tek shqiptarët, sepse atëherë kur fillon lufta e parë ballkanike, rilindas I tanë mendojnë që tash ishte koha të shpallej pavarësia dhe jo më autonomia. Do më thënë, vendosën dalin një pjadestal pak më ndryshe. Një pjadestal më të naltë, tu duhet japim një kredit edhe kontit Austro-Hungarest, kontit Berholt, I cili ishte ai nismëtari që I mësoi rilindasit tanë se ishte koha për pavarësi dhe jo më për autonomi si një hap që duhet bëhet para pavarësisë. Unë pikërisht këtu dua të di pak a shumë të ndalim edhe te kufit, si kanë qenë, domethënë të përcaktuar kufit e shtetit shqiptar, që nga ajo kohë. Kufit e shtetit shqiptar, rilindasit tanë I kanë menduar në hapësirën etnike shqiptare, duke fillu prej Vranjës, atje ku është Vranja sot, deri në Artë poshtë dhe nga Arta deri në Plave Guci. Këtu e kanë menduar rilindasit tanë që do të jetë ajo Shqipëria natyrale, por fuqitë e mëdha, një vit më vonë, në vitin 1913, vendosën që t'jenë këta kufit e Shqipërisë së sotshme prej 28.000 kilometër e diçka katror. Atëherë do kthehemi pak, unë do doja të kthehemi pak sa më. Kemi një periudhë shumë të errët të popullit tonë. Domethënë kemi informacione që nga periudha e Skënderbeut, pastaj kemi një periudhë të errët, që nuk kemi informacione të shumta. Ju si historian, a diskutoni për këtë periudhë, për ta zbuluar, për të parë se çfarë ka ndodhur konkretisht me gjithë këtë popull? Periudha e Skënderbeut duhet ende të studiohet, sepse është një periudhë pak a shumë në historiografinë tonë shqiptare është periudhë e mveshur me petkun ideologjik të kohës, kohës ish sistemit kalum, sistemit komunist. Dhe është koha që ai miti I Skënderbeut si njeri I pamposhtur, si njeri luftari I madh, duhet shikohet edhe në kandin tjetër, edhe në kandin diplomatik, se përpos se ishte një luftëtar, Skënderbeu ka qenë edhe një diplomat I jashtëzakonshëm për kohën që ka jetu. Këtu do të ceki, nëse më lejohet, do të ceki librin e profesor Virgjil Kulis, I cili ka bën një studim të jashtëzakonshëm mbi figurën e Skënderbeut, po jo në aspektin luftarak, por në aspektin diplomatik, ku Skënderbeu mendonte të krijonte një principat shqiptare qysh në mesjet, për kohën kur ka jetu dhe kur ka vepru. Por me kalimin e kohës, edhe rilindasit tanë, sikur e mitizun Skënderbeun, sepse kishin një nevojë për një figurë rreth të cilit do të lidhemi dhe ta idealizojmë. Ta idealizojmë Skënderbeun, por si historian unë mendoj që Skënderbeun ende duhet ta studiojmë, se nuk është mjaft I studiuar. Më shumë është I mveshur me petkun e trimërisë, se sa në aspektin largpamës të tij, vizionit të tij për shtetin, që si e ka mendu, për popullin se si e ka mendu. Prandaj, ne, historianët, po bëjmë përpjekje të vazhdueshme që figurën e Skënderbeut ta nxjerrim edhe në një kant tjetër, jo vetëm kantin të cilin deri sot e kemi mësu, dhe është një përpjekje të cilën ndonjëherë edhe ne po përballemi me kundërshtar, sepse po mendojmë që po e zhveshim figurën e Skënderbeut. Jo, përkundrazi, po e zhveshim me të dhëna të reja. Me gjëra më të mira dhe më të reja. Prandaj këtu ne si historian, si intelektual, duhet mësojmë njëherë për gjithmonë që gjanat e reja që vinë në shkencë mos t'i shohim si tendenca që po zhveshim të një figurë apo po ulim të një figurë. Absolutisht jo. Ne vetëm dojmë t'i pasurojmë me gjanat e reja të cilat ose nuk I kemi ditë, ose kanë qenë të mbuluar me pluhurin e historisë. Që do të thotë, me sa e kuptova, e kemi figurën, tani është koha që ta veshim me filigrane, me meritat të cilat I ka patur, të cilat mundohemi pa vetdije që t'ja largojmë, ose kemi edhe shumë mendime të kundërta, sepse po thuhet, historianët e shumta po thonë që ishte Skënderbeu, lufta e tij ka qenë edhe shpëtimi I Europës që të shpëtojë të... Absolutisht, Skënderbeu e ka këtë merit. Feja krishtere. Ka, për shembull, jo, kemi kështu gojdhana, po këto janë disa tendenca tek shqiptarët që ndodhen, sepse këtu po e mveshim figurën e tij si jo patriot,
jo shqiptar. Kemi shumë goja të çuditshme. Unë u them dallkaukët të kohës sonë. Absolutisht. Pajtohem me mendimin tonë nderuar. Shyve, figura e Skënderbeut gjithmonë ka shkaktuar polemik dhe shkakton polemik tek shqiptarët, po edhe tek fqinjtë tanë, sepse një pemë që ka frute, gjithmonë e goditet. Dhe Skënderbeu ishte një pemë me frute. Dhe këtu shpeshherë gjithë popujt këta kushite tanë në Ballkanit kanë dashur të na marrin figurën e Skënderbeut secili për vete. Fatkeqësisht ka kolegë me historian, pa keq kuptime, shpresoj që nuk më keq kuptojnë, që binë këtë grack dhe shpeshherë mundohen ta portretizojnë Skënderbeun si një figurë që ka luftuar për fenë ose ka qenë me prejardhje të ndonjë etnie tjetër, që s'është fare e vërtet, sepse Skënderbeu dihet që edhe nga nëna, edhe nga baba ka qenë arbër i kohës, jo shqiptar, por arbër i kohës, se këtu shpeshherë thojmë shqiptar, termi shqiptar vije pak më vonë, ne në mesjet jemi njoft si arbëri, dhe që është arbëri i mesjetës duhet ta sqarojmë, është i lirë i romanizuar. Çka është shqiptari i sotshëm? Është shqiptar i osmanizuar. Këtu ne ka njëherë, si po më duket, për ngatrojmë disa termina. Këtu se më provokove me këtë pyetje. Do me thënë, i lirë i romanizuar dhe shqiptar i osmanizuar. Që do të thotë? Ti ndajmë me treva se ku janë këta i lirë të romanizuar dhe ku jemi shqiptarët të osmanizuar. I lirë të romanizuar i bje që kulturalisht ne kemi qenë të ndikuar nga pjesa e perandorisë romake që ishte këtu, sidomos zona bregdetare. Zona bregdetare e arealit shqiptar, kjo ka qenë ajo iliria e romanizuar. Kurse, me ardhen e Osmanlive, ne filluam të marrim atë kulturën otomane lindore, që vazhdon dhe kalon gjurmë edhe sot e kësaj dite tek populli ynë. Vazhdo shife kulturën sot si është, duke fillu jo vetëm tek populli ynë, mos të keq kuptohemi, por edhe tek popujt tjerë të Ballkanit, kultura osmane ka lënë ndikim. Merre sot shife nga Bosna nëse fillojmë, e deri nëse shkojmë tek deti i Zi atje, tek shteti i sotshëm turk, është pothuajse një mënyrë jetese. Është një kulturë. Është një stil dasmë e bëjmë. Më oriental do të thuash në këtë zonë se sa occidental. Duhet pranojmë një fakt, që shqiptarët kulturalisht, siç ka thënë profesori Xhepqosja, kulturalisht shqiptarët jemi lindor. Nuk jemi perëndimor siç pretendojmë, po jemi lindor dhe nuk ka kurrë gjë të keqe nëse jemi kulturalisht lindor. Sepse lindja deri me një kohë ka qenë më e zhvilluar se sa perëndimi në aspektin kulturor. Kurse perëndimi ka forma tjera që si është zhvillu. Por të shqiptarët e sotshëm, kjo ana lindore e kulturës ka lënë ndikim të madh edhe tek rilindasit tanë, jo vetëm tek populli i sotshëm, po kultura orientale ka lënë ndikim të madh edhe te rilindja jonë. Ne duhet jemi të hapur ndaj këtyre çështjeve, mos të perceptojmë lindjen si diçka të keqe. Jo, sigurisht që e kemi të mirë, sepse ishin ato mendje të ndritura, të cilët erdhën nga Stambolli edhe i bën të gjitha këta ndryshime. Kur jemi tek mendjet e Jo, unë do doja që të ndalim këtu sepse është një temë të cilën do duhet ta zhvillojmë tek iliro-romakat. Ne kemi së shpejti u zbulua dhe pata mundësi që në emisionin e mëngjesit kishim live një arkeolog që zbuloi në zonën e Dibrës një mauzole të një figure të rëndësishme romake. Dhe atë ditë ishte edhe mbyllja e varit, por do të thotë që romakët kanë sunduar gjithandej, mendoj gjithë këtë pjesë. Por kulturalisht dhe me tradita ka qenë pjesa e Shqipërisë bregdetare e cila e ka trashëguar, i ka mbajtur ata. Po, pjesa lindore ka pas ndikim më të madh nga kultura lindore. Edhe pse e dim se mbreti i fundit i lirë ishte mbreti Genti, i cili ishte një figurë, po u mundua, por ka qenë, sipas shumë autorëve, thonë që ka qenë një abuzues, një njeri i shfrenuar në kërkesat e tyja, edhe erdhën romakët dhe kështu që pas kësaj periudhe Iliria, të themi si mbreti i fundit romak, Genti, pushua në ndikimin në perandorinë romake. Po përstandej në perandorinë romake ne kemi pas edhe perandorë me prejardhje ilire që kanë dhënë kontributin e vet, duke filluar prej Konstantinit,
Dioklecianit, Justiniani që është nga Shkupi këtu nga kryqëzimi. Periudha e Dioklecianit ishte ky vari që e zbuluam. I cili ka bërë reformat që jashtëzakonshme në perandorinë romake, ka pru një sistem të tij politik që gati për dikon një shekull e ka sundu sistemi i Dioklecianit, sistemin politik brenda perandorisë romake të kohës. Kur flasim për periudat e ndryshme dhe ndikimet e ndryshme që kombi jonika të i kaluar, unë duhet të ndalemi pak edhe tek figurat unifikuese të kombit tonë. Ti përmendim edhe nga çdo periudhë, të themi, ata që e mundësuan që ne sot në fakt të ulemi në këtë rrjes, të flasim shqip dhe të vishemi me këto kostume, simbolet tradicionale tona të shqiptare, të vjetra që sot me të vërtetë mbajmë në krenari. Si figurë unifikuese e kombit, dihet që Skënderbeu. Rilendasit tanë targetuan Skënderbeun edhe për shkak emrit. Gjergj Kastrioti Skënderbeu, që i kishte 3 konfesionet brenda emrit të tij, që edhe kombi yni ka 3 konfesione brenda. Figurë tjetër unifikuese e shqiptarëve dihet që është Ismail Beu, apo Ismail Bey Vlora, ati i pavarësisë, pastaj ka qenë figura e madhe Hasan Prishtinës, që ndonjëherë me pa të drejtë i im në hak Hasan Prishtinës, se ideator i pavarësisë, ose ideator i njëherë idesë e autonomisë, më pastaj i pavarësisë, ka qenë Hasan Prishtina, i cili i qëndroi besnik takimit të Taksimit, të cilin ndoshta me pavedije, ndonjëherë nuk e përmendim, takimin e 12 janarit vitit 1912, ku burrat e nderuar të kombit, të cilët ishin deputet në Parlamentin Osman në atë kohë, në Taksim do të mbajnë një takim në shtëpinë e Syria Bey Vlorës, në lagjen Taksim të sotshëm të Stambollit, ku do të mirën vesh që se si do të bëjnë kryengritjen e përgjithshme. Aty mirët vesh që udhëheqës për kryengritje në vilajet Kosovës të jetë Hasan Prishtina. Për pjesën e jugut të jetë Syria Bey Vlora, për Shqipërinë e mesme të jetë Esat Pash Toptani, që më vonë do të ekzekutohet nga dora Avni Rustemit për proceset tjera politike, dhe Ismail Qemali së bashku me Lujq Gorakuqin të bajnë përpjekje diplomatike dhe të bojnë para në atë kohë nga mërgata shqiptare për kryengritje. I vetmi personalitet shqiptar që i ka qëndru besnik deri në fund idesë së mbledhjes së Taksimit ka qenë Hasan Prishtina. Dhe vetëm në vilajetin e Kosovës, në atë kohë ka pas kryengritje. Zona tjera shqiptare, për fatin tonë të keq, nuk kanë shkrep asnjë plumb për atë që ishin marrë vesh në mbledhjen e Taksimit. Kurse Ismail Beu, së bashku me Lujq Gorakuqin, e kryen misionin e vet në për kancelaritë e fuqive të mëdha në atë kohë dhe tek emigracioni shqiptar aq sa ditën dhe aq sa mundën. Dihet që me 13 gusht 12-ës Hasan Prishtina me vullnetarët shqiptar në atë kohë ka hyrë në Shkup dhe ka bërë marrëveshje me Ibrahim Pashën. Këtu do dohet të ndalemi. Në këtë periudhë kohore është dashur që të shpallet autonomia në Shkup. Çfarë ndodhi? Se si atëherë, po dhe si sot, shqiptarët kur në një mendje nuk janë. E kam fjalën pse? Sepse diheshte që Isa Boletini me ushtrinë e tij mbante frontet, këtyre u jepe shteku që të shpallnin në Mvecinë, por ma afër është Shkupi se sa Durrësi njerë, pastaj Vlora që Se harrova ta them edhe këtë gjë, që mos më ike. Të flasim si lidhje gjeografike të harrova ta them edhe këtë gjë se ideja për pavarësi, për autonomi, që më saktë, ideja për autonomi ka qenë të shpallet Shkup. Shkupi ka qenë se ka qenë qyteti me më shumë shqiptar në atë kohë, pastaj Manastiri, Durrësi dhe të tjerët. Por Shkupin në atë kohë shqiptarët e kanë lënë vetë. Pasi që u arrit marrëveshja mes Ibrahim Pashës dhe Hasan Prishtinës, që Ibrahim Pasha ishte dakord që shpallej autonomia, një pjesë e shqiptarëve ishin të orientuar që të shkojnë në Selanik ta lirojnë Baba Sultan Abdulhamidin nga burgu. Dhe në këtu fajtor, nëse mundem i thënë, është Isa Boletini, që e la Shkupin pa ushtar dhe vajte u nis për Selanik që të lirojë Sultan Abdulhamidin nga burgu. Dhe forcat sërbe e marrin Shkupin pothuajse pa rezistencë fare. Dhe këtu burgosët pa rezistencë. Pa rezistencë fare, ka pas një rezistencë 2-3 orë që në Kumanov në vendin e quajtur Zëbërnjak, ku ishin shumica ushtarë shqiptar rekrut në perandorinë osmane në atë kohë, pati ajo rezistencë dhe pastaj nga Kumanova
në Shkup e vende tjera shqiptare sot në teritorin e Maqedonisë së Veriut kanë bë gërdi forca sërbe mbi popullatën e pafajshme shqiptare dhe dije që forca sërbe më pastaj kanë dalë deri në Durrës. Dhe i vetmi qytet i lirë në atë kohë që ngeli ka qenë Vlora. Me Shkodër, Durrës, këto të gjitha u pushtun dhe i vetmi qytet që ngeli i lirë ka qenë në atë kohë Vlora dhe aqe Ismail Qemali do të shpallë pavarësinë, do të marrë iden e Hasan Prishtinës, i cili e projektoi komplet pavarësinë, por nuk arriti ta realizoj projektin e tij dhe e mori krau i tij gjatë Ismail Qemali dhe e realizoi këtë akt, idenë e Hasan Prishtinës, që ne sot po e kremtojmë këtu dhe po flasim lirshëm. Mos të kelen borxh tek pyetja juaj tjetër që e bant, figura unifikuese, përpos këtyne që i përmenda Ismail Qemalit, Hasan Prishtinës, ka pas edhe figurat tjera unifikuese të kohës, nëse duhem do të shkojmë deri në ditës e sotshme këtu që po flasim, kemi Adem Demaçin, që po ashtu ka vujt shumë, kemi figurën e madhe të Adem Jasharit, si u këta burrat e mdhej, po më duket lindin në muajin nëntor. Burrat e mdhej të kombit lindin në nëntor dhe jemi ku jemi sot. Edhe ju rastisht sot e kemi bërë edhe skenografinë e kemi bërë të tillë. Nëntori i parë i Skënderbeut, kronologjinë e gjithë patriotëve tanë këtu prapa vi kemi, të cilët kanë dhënë një kontribut, filantropët të mëdhenj, të cilët kanë shkrirë pasuritë e tyre dhe nuk mundoheshin që nëpërmjet kombit të përfitojnë, por të kundërtën e bënin, që e bëjmë ne sot. Dhe do dalim deri te figura e fundit që e kemi komandantin legjendar. Unë dua të di pse Shqiptarët shqiptarët gjithmonë kanë qenë në mes të interesave më të mëdhenjve. Pse domethënë gjithmonë kemi qenë në vazhdim. Sepse është pozita gjeografike e më të mëdhejve. Pse kemi qenë në interes? Në Ballkan janë ndesh dy interesat fuqive të mëdha. Interesi lindor slav rus dhe interesi perëndimor Habsburg apo Austro-Hungares. Dhe këta dy shtete, këta dy superfuqi kanë lip lojtarët e tyre në teren poshtë në Ballkan. Dhe lojtarët më të përshtatshëm në Ballkan për lojrat ruse kanë qenë serbët, malezezët, edhe grekët që nuk janë slav, po janë me fe ortodokse, kurse shqiptarët këtu ishin të veçantë. Nuk ishin as slav, shumica nuk ishte ortodokse, shumica ishte islame, kishme edhe elemente në nderuar ortodoks brenda, dhe këta dy fuqi kërkuan lojtarët e tyre, dhe lojtarët më të përshtatshëm për austro-hungarezët në Ballkan kemi qenë ne shqiptarët, dhe fal edhe ndihmës austro-hungareze, ne e kemi gëzu atë shtet që e kemi sot, shtetin shqiptar, i cili nuk është në kufi ku e kanë paramenduar rilindasit tanë, por që na kanë lënë amanet që një ditë të punojmë që të bashkohemi me një shtet, se unë nuk e fshej asnjëherë, po e them kështu tash publikisht me qenë se jemi në media, ëndra ime është që një ditë shqiptarët jetojnë me një shtet, sepse ashtu na kanë lënë amanet burrat e nderuar të kombit, edhe gratë të nderuar të kombit, se nuk kanë kontribu këtu vetëm burrat. A desha ta bëj po pjesën tjetër domethënë të pyetjes? Po jo, që ka një rëndësi shumë të madhe. Normalisht që po. E kemi në orën e Kelmendit, që besoj që e dini, në orën e Kelmendit që ka vrarë ushtarët Osman në atë kohë, pastaj e kemi shohë te Galicën, cila krah për krah me burrin e saj Azembejtën luftuan gjatë periudhës midis dy luftrave botërore për shlirimin e këtyre tokave tona këtu. E kemi sultanën e Kërçovës atje, dhe në fund e kemi Gjev Krasniqi Ladrovcin, e cila po ashtu si Azembejta me shotën gjatë kohës që jetuan, edhe Gjeva së bashku me burrën e saj Femi Ladrovcin vepruan bashk dhe dhanë jetën bashk në luftën e fundit çlirimtare në Kosovë. Të rrojmë dhe të kujtoj gjithmonë. Gjithmonë. Ju ndrit shpirti atje ku janë. Të rrojmë edhe për shekuj dhe flamuri jonë me të vërtetë valvitet në të gjitha trojet shqipfolës. Profesor, me që jemi edhe pak minutat e fundit, koha ikën shumë shpejt, sot këtë edicion pak sa më special e krijuam. Unë do të që shkurt, në qoftë se traktati i Londrës 1913 nuk do bënte ndryshimin e kufive, ku do ishim sot? Sot problem. Si mendon? Mendoj me këtë mentalitet që e kemi sot. Mendoj që shqiptarët nuk do të kishin shtet. Nuk do të kishim as shtetin që e kemi sot. Je mirë,
e keqe traktati i Londrës, të paktën ne krijoi një shtet amë, një shtet ku ne do të mbështeteshim kjo pjesa shqiptare që ngelem këndej kufiri. Ka sot kombe në botë, më të mëdhej se ne, që nuk kanë shtet amë, për fatin e keq dhe ato nuk kanë ku mbështeten. Mirë keq, traktati i Londrës na e krijoi. Na ka bë mirë. Na ka bë sepse mirë. e kuptoj edhe simbolikën, sepse Shqipënia mbeti aty ku Ashtu ishte që gjatë periudhës komuniste, por ideali i jon jashtë kufive ishte ajo që e ëndërronte dhe që na e mbajti gjallë atë patriotizmin. Tu po e përmende një fjalë të Hasan Prishtinës. Më pëlqen kjo, edhe Ismail të Qemalit. arsyetoj në këtë. Këtu do e përmende një fjalë të Ismail Qemalit, i cili u anku tek fuqitë e mëdha në atë kohë. Tha, na krijuat një shtet me moçale dhe me mal. Kurse fqinjve tanë ju dhat tokën më të mirë të popullit tim. Por sidoqoftë, edhe pse ishte moçale e Shqipëri, edhe pse ishte me male, vendi pa zhvilluar, prap se prap tek ne ndikoi që ne të mbështetemi dikund, se për shqiptarët këndej kufiri, Shqipëria ishte pikë orientuese në horizont dhe besoj që për çdo shqiptar patriot që e don kombin, e don flamurin, e don atdheun, besoj që Shqipëria do të jetë gjithmonë pikë orientuese në horizont. Kurse për këtë pjesën tjetër që s'janë gjak i pastër shqiptar, nuk s'kemi çka flasim, për ato ka qenë dhe do të jetë Shqipëria therrë në sy. Halë në sy, pa. Therrë në sy, ajo dihet. Ka shumë emocion kjo histori, unë do doja që më shpesh të bëjmë emisione historike, sepse ndonjëherë duke e harruar të kaluarën, ndoshta nuk shohim edhe mirë përpara, kështu që është shumë mirë që shumica e historianëve të mblidhemi, të diskutojmë, tyreza të shumta duhet zhvilluar Të për hedhim çështjet, dritën për të periudhat e kaluara. errta të mundohemi që t'i zbardhim, sepse kemi shumë gjëra kanë kaluar në këto treva tona. Do të them kështu me qenë si përmendje historianët, është problem të historian të gjesh me një mendje. Problem. Shumë problem, si cili kemi ato pikpamjet tona, qoftë për një ngjarje të caktuar, qoftë ka pak jemi të ngarkuar edhe me aspektin ideologjik. Disa janë shumë të gjatë, disa janë shumë të majtë, disa janë me mbretin, kështu që jemi ka pak edhe ne të koklavitur. Por të paktën le të diskutohet, kjo është mirë. Po, unë jam... Ku ka tym, ka zjarr. E vërtetë është. Kështu që të paktën të grumbullohemi dhe të diskutojmë sa më shumë. Një porosi për në fund, që jemi Po, edhe minutat e fundit. urime, uratat për të gjithë shqiptarët. Shqiptarve ju them kështu, mos të bëhemi patriot dhe adhetar vetëm për 28 nëntor. Të bëhemi patriot, adhetar, ta dum kombin, ta dum flamurin, ta dum atdheun ku jetojmë çdo ditë, se patriotizmi nuk është si frunthi dhe si fakulteti. Fakultetin e mbaron një herë edhe me një diplomë që je ekspert e asaj pune të cilën ti e kryen. Do të duhet që ta vazhdosh, që ta rëngresh. Dhe frunthin një herë një jetë bje, edhe patriot duhet që është çdo ditë. Pavarësisht rrethanave historike ku jetojmë, kohrave historike ku jetojmë, se rilindasit tanë kanë vepruar në kohë të tjera, ne jetojmë në kohë të tjera. Ama porosia ime është që ne ta duam kombin, të mendojmë çdo ditë ç'bëra sot unë për kombin, ç'bëra unë për atdheun. Kjo është pyetje që çdo njeri, çdo shqiptar i ndershëm, shqiptare e ndershme, duhet t'ja parashtrojë vetes para se të bie me fletë në gjumë. Dhe jo ç'bën kombi për mua. Absolutisht, mos ta shohim atdheun plaçk, Absolutisht. ose si mjet kur mund të pasurohemi. Por atdheu të shërbejmë gjithë jetën, se për atdheun të shërbesh gjithë jetën është pak. Do të citoj disa fjalë, si të citoj që jeni të bashkuar, jeni të drejtë, jeni shqiptar. Le të mbajmë këtë flamur me urtësi, me dashuri, me përgjithësi, sepse flamuri nuk mbahet vetëm me duar, flamuri mbahet në zemër. Kuq e zi për jetë. Faleminderit profesor, faleminderit festën, miq të dashur, faleminderit shumë që qëndruat me ne.